Duke marrë parasysh që, siç e dim, Shqipëria ka më shumë vipa se sa popull, ka me mu spitali amerikan për ju. Është bërë një repat enkas për ju. Dhe që është kjo repat? Hajdeni me mu si va të regoj ju. Ndalesa e parë është pikërisht tek poshta e parë, ku është doktoresh Emiriada Proko, interniste, që këtu do bëjmë konsultën e parë, gjithashtu në fund të analizave do konsultohemi prapë për të parë rezultatet. Vendimi jem është që këtë repartin e vipit, që duhet me ba për popull, kurse komplet spitalin duhet me lanë për vipa, sepse ma shumë vipa se popull, do me thënë, nuk të dhja do i përballoni ju vipa që do vinë. Dhe nuk shkoni ju tek mjeku, po vjen mjeku te ju, pa rëndësi ka se çfarë të bë mjeku atje. Është në sallë të përimit, i thet asaj mamait, pak logjisht këtu sa të vjetë, sa piki. Pra këtu ju marrin gjakun, analizat, EKG-n, PTT-n, KÇK-n, NPR-n, se që janë gjitha i bani këtu. Dhe ndërkohë që ju rrini këtu, keni edhe një dhomë, që është enkas private, ku i keni gjitha shërbimet, relax, pije, ushqim, gjithçka, ndërkohë që ju prisni përgjigjet e analizave. Dhoma është kjo. Siç e shikoni, kjo është një dhomë e cila është private, ku ju merrni konsultën me mjekun dhe mjek përkatës për gjitha analizat për t'i marrë. Dhe ndërkohë që prisni ju këtu, keni ushqime, pije, imagjino edhe ujë me kastraveca me limon domethënë. Imagjino, vipo dhe ndërkohë mjeku i parë erdhi, është dietologja. Jeni? Mirë, si e ti? Ku ke çokoladat? Tani në fund që përfunduan të gjitha ekzaminimet dhe analizat, do merrni me vete këtë libër, që është libri shëndet, ku janë të përshkruar të gjitha vlerat që kanë dalë nga ekzamini shpëtyrë. Dhe sa herë që vi këtu do ta kesh. Dhe sa herë që vjen do ta kesh me vete. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, ju pafshi.